Sloveni e kom pas fatin me pas edhe Ukshin Hotin. Ukshin Hotin unë e kam njoft vetëm si një njeri cili ka mbajt një burg, jo shumë lexime nga ai nuk kisha bë, po unë isha në misi të ngusht me Ekrem Kryeziun. Ekrem Kryeziu, regjisori. Kanë qenë bashkë në burg, në të qenitë, të arrestuar. Ai më pat lut, tha, këshër bënja një ven aty se i ka punë të keq, dhe më thonë. Edhe unë eftova, e inkuadrova, e bona faktor në atë në alternativë, në revistën, po. Edhe qëndrum deri sa unë vendosa me dalë me Republikën. Javore të Ndërsa ai me një grup tjetër, të cilët ishin kryesisht nga rrethinat e tij, domethënë filluan me demokracinë autentike, e cila nuk ka pas jetë shumë të gjatë, po atë e kom pas në shtëpinë e kom pas, Ukshin-Hotin, domethënë në familjen time, në kushtet e rënda të familjes apo vesh edhe të ngushticës banesore, a kupton? Po prapë kom pas edhe nuk jam peshman, me vjen shumë keq si ai muri fund keq. Ardhja e tij në Kosovë pas aktivitetit në Ljubljan nuk mund të ishte mos shihej edhe të mos shprushej nga regjimi i saj.